Moreno me sytë e mbyllur, është munduar të largojë topin dhe e ka prekur lehtësisht me kokë më pas me dorë. Megjithatë, tashmë Kylian Mbappé përballë Jaime Gonzalez. Niset Mbappé 0-1. Është dashur ky 11 metrash në minutën e 42 për zhblokuar rezultatin për skuadrën e Realit Madridit ndaj modezëve të Talaverës. 0-1. Goli i parë në kupë për Kylian Mbappé në sezonin 2025-2026. Goli 57 në vitin kalendarik 2025. Tashmë është vetëm 2 gole larg për të barazuar rezultatin e Cristiano Ronaldos, të arritur në vitin 2013 me 59 gol. Kylian Mbappé nuk kalon dot kundërshtarin. Mbappé është futur në zonë, Mbappé gjithmonë Mbappé! Dhe vjen goli i dytë, është një autogol. Manu Ferrando ka çuar topin në portën e tij në mënyrë të pavullnetshme. Që nga flamuri është nisur Kylian Mbappé, nuk i ka humbur topin, ka ecur paralel me vijën fundore, në fund është munduar që bëjë në qendër, por e ka përplasur topin në këmbët e Manu Ferrandos, në kohë që Alejandro Sandroni duar troket kërkon mitin që nga tifozët e Talaverës për të mbështetur skuadrën. Shikojmë. Ka avancuar, ka hedhur topin qendër, është përplasur në gjurin e djathtë të Manu Ferrandos, i pa fat. Ferrando dhe i top që përfundon në një autogol. 0-2. Vjen këtu vëshëllima Guillermo Cuadra Fernandez, mbyllet pjesa e parë me vëshëllima nga tifozët e Talaverës, sidomos për 11 metëshin e përduar në Guillermo Cuadra Fernandez, por padyshim skuadra e Talaverës, edhe pse rezultati 0-2, duhet marrë duar tërkitje për lojën që zhvilloi në pjesën e parë. Pas mbushimit të shkurtër, për rreth 13 minuta do të kthehemi përsëri për të ndjekur pjesën e dytë të këtij takimi.